Marsol, faleminderit shumë që je sonte me neve dhe dëgjues e Radio Dugaxhinit. Është kënaqësi, na jemi të jem në studion tuaj. Përfundon kampanja e Kosovës, një hap ishim larg kualifikimit për botëror, po a ka hapësirë për zhgënjim apo ishte kampanjë pozitive realisht? Jo, s'ka hapësirë për zhgënjim, ka qenë një kampanjë shumë pozitive, kampanjë e cila na ka sjellë emocione të veçanta, por dhe një përfaqësim të dinj në arenën ndërkombëtare. Ndaj absolutisht nuk ka vend për dëshpërim, as për zhgënjim, ka vend për gëzim dhe ka vend për shtim të motivit dhe punës drejt rezultateve të reja, sepse futbolli është një maraton, nuk guxojmë më ndal as në rast suksesi as mos suksesi. Është një sport i cili duhet të mbijetojnë staza të gjata, edhe sukseset duhet të jenë konsistente. Prandaj duhet të fokusohemi në kampanjën e ardhshme. Nëse shikojmë periudhën për pranimit, kur kemi marrë pjesë 10 vjet nga pranimi, 8 nga pjesëmarrjet, a mund të themi që kemi bërë hapa përpara, nuk kemi bërë hapa prapa. Çdo herë kemi qenë tu avancu një hap më lart. Po, është e vërtet, kjo që thu na domthonë ne kemi ecë me hapa shumë progresiv dhe në fakt suksesi më i madh i ekipit është që ka pas një progresion të vazhdueshëm. Edhe kjo është gjë pozitive, dhe tash duke qenë se vazhdueshëm kemi përparu, atëherë kjo më jep një shpresë që ne vetëm duhet na mbajë gjallë motivi më i madh dhe nuk duhet në asnjë formë me pas zhgënjim, po as qytetarët që e kanë përcjell. Sigurisht e kam përjetuar përbes humbjen më radhës, edhe vërtet jam qenë shumë i emocionuar gjatë përcjelljes së ndeshjes, edhe me qenë veç një hap larg kampionatit botëror. Përbes për 90 minuta më ka duk si ëndër, po t'rregoj drejt, sepse kemi hek shumë dhe kemi bërë sakrifica si popull, veçanërisht edhe si komuniteti i futbollit në kushte të vështira edhe në periudha shumë të vështira, por mendoj që ky progresion i cili ka qenë rrugës duhet të mbahet në atë nivel dhe të avancohet tutje në mënyrë që të synojmë të kualifikohemi në Evropian, më pas dhe në botëror. Këtu duhet jenë synimet së bashku me një polimakrostruktur të planifikimit i cili do të rezultonte me pjesëmarrjen në kampionatin botëror tash. Nëse shohim në ndeshjen tash pa emocione, ku mendon që Kosova le të themi thojza gaboi në këtë sfidë? Unë kam pas disa prononcime më mbas ndeshjes edhe ju mundu me qenë gjak ftoft, po natyrisht jam qenë rrëmbym pak pe emocione për herë të parë në karrierën time, por me stat ndeshjen e kam pasur një herë sot për arsye të punës, edhe nuk mendoj që ka pas një diferencë të madhe për nga cilësia në mes nesh dhe ekipit turk, por ka pas një distancë të madhe në përvojë. Dhe mendoj që skuadra turke ka pas disa futbollistë cilët kanë ditë këtë ndeshje të nivelit të tillë ta menaxhojnë pak më mirë. Për shembull, Çalhanoglu ndoshta ekipon ndeshjen nuk mund të thonë që ka bërë një performancë mirë, po nëse shikon në aspektin e leadershipit, gjë që duhet ta kishim edhe ne në lojë, ai menaxhoi shumë mirë lojën dhe drejtoi ekipin që të ketë ato balancat në fushë. Ne kishim shumë futbollistë të ri, po edhe këta që kishin një përvojë të theksuar, mendoj që kanë pas një barë të rëndë mbi supe, barën e përfaqësimit të gjithë kombit shqiptar, edhe të kualifikimit kampionatit botëror që mendoj për disa ka qenë dhe barë e rëndë. Kështu që për këtë arsye arsyetoj edhe ata të cilët kanë bërë ndonjë gabim të vogël, sepse vërtet nga jashtë është e lehtë analiza, po nga brenda vijave është i vështirë veprimi. Edhe mendoj që këta e dhanë maksimumin, luajtën mirë. Nuk mendoj që Turqia bëri lojës edhe gol në mënyrë të organizuar, por mendoj që ne na mungoi leadershipi në mbrojtje dhe disa probleme të cilat kanë qenë evidente në ndeshjen e parë me Slovakinë, ndonë se fituam, po në këtë ndeshje është të mesfusha, aty ku ne lojmë një farë boshllaku, që është pjesa më rëndësishme e lojës, aty ku duhet ndërtohet sulme dhe aty ku duhet bëhet barriera parë para mbrojtjes. Edhe aty e bëm një gabim te goli kur në fakt Muslia tentoi me mbajt topin pak më tepër, humbi, më pas Rezbeqa e Hoxha nuk arritën në atë zonën e dytë me ndal aksionin, edhe rrjedhi që të futet topin në zonën e tretë në 16 metrash ku edhe ro goli. Pra,
ishte një kundërsulm në cilin ne nuk arritëm të mobilizohemi në rikthrimin në mbrojtje dhe u shënua i gol. Po nëse kthehemi prej fillimit ndeshjes, ishte ai rasti i Aslanit, edhe ti jesh i bindur që po të hynte ai gol nuk kishte kthim mbrapa, domethënë ka qenë që ndeshja vendosej nga një gol. Ësakt, sepse këto ndeshje vendosën një gol, vendosën një gabim, mirë po shumë gjatë u zhbua edhe para analizë dhe ne kemi folë për skuadrën turke duke gjetur përparësi, dobësi tonë të mira ose negative, pozitive. Edhe ty përmend për shembull Yıldizin, Gyllerin, futbollistët tjerë me radhë që më shumë i takojnë fazës ofanzive, por në fakt ka rezultuar që portieri turk, për mendimin tim, ishte futbollisti i ndeshjes të skuadrës turke. Kom pa disa herë atë pritin që e ka bu, ka kohë gjatë që nuk shoh pritje të tilla pos portieri Real Madridit ose disa 3-4 portierë të nivelit të lartë që bojnë. Dhe që tu shihet cilësia e një futbollisti në fushë këtë rast portierit, i cili me një veprim të vetëm e çon skuadrën drejt një fitore e cila realisht ajo edhe motivin për skuadrën me luftu. Absolutisht. Edhe ishte një motiv, si thua ti, që të luftojnë për rezultat pozitiv pastaj. Duke pa kampanjën, duke pa ndeshjet shumë të rëndësishme që janë zhvilluar në një grup shumë të fortë, paraqitja deri këtu se edhe prej humbjes realisht mëson shumë çka. A na jep shpresë më të madhe kjo për kampanjën që na presin tash këtë vit? Po, sigurisht që po. Na jep. Ndoshta pak më të pjekur. Natyrisht, çdo ndeshje, çdo ditë është një përvojë më tepër, çdo ndeshje është një përvojë më tepër. Në fakt ju thatë që këto humbje munden ose duhet më shfrytzu për më përmirësu gabimet. Unë kam theksu shpesh theksoj janë fitoret ato ku na duhet më analizu mirë me gjithë gabimet. Për shembull ndeshjen me Slovakinë i kemi bërë disa gabime të vogla, por në fund rezultati pozitiv i mbuloi ato. Edhe tash në një ndeshje kur fitohet aty duhet analizohet sakt për pa ku ishin gabimet. Edhe mendoj që në ndeshje me Turqinë selektori i Kosovës Foda e ka bërë një analizim të mirë, një parapërgatitje mirë edhe një vendosje të mirë në fushë. Nuk do të ishte reale që ta gjykojmë edhe ta atakojmë sepse nuk mendoj që rezultati erdhi si rrjedhoje mos veprimeve të tij. Ajo që është një hipotezë, tash ajo është hipotezë që ndoshta zëvendësimet do duhet pak më herë në nivo. Ajo është një hipotezë, na nuk mund ta dimë me saktësi, mirë po për aq sa i njohim cilësinë e futbollistëve që janë në pankinë, Shoxhe Grova, Alban Ramani, Rashica, të tjerë më radh, të pa rezultatin në disfavor. Mendoj që reagimi më shpejt do t'i bënte më mirë, po prapë kjo është nuk mund të dihet, por mund të kishte gjasa. Në anën tjetër duhet më theksu një sen që është shumë e rëndësishme. Foda ka dhënë një kontribut jashtëzakonshëm. Foda është njëri prej trajnerëve që admiroj për disiplinën që ka vënë, për barabartësinë që ka vënë në ekip, ku të gjithë njëjën të barabartë ashtu se ka vendin e sigurt, dhe për punën korrekte që ka bërë. A ka pas gabime? Është natyrshme, edhe unë kam analizuar gjatë Kosovën edhe i kom përmend dhe i përmendi vazhdimisht, por kjo nuk ka të bëjë me ataku trajnerin, por duhet të jemi kritik profesionist edhe të përmendim problemet të cilat afektojnë përkeq lojën tonë. Unë mendoj që ai ka dhënë një provim mjaft pozitiv, Foda është një trajner mjaft i duhur për ekipin tonë dhe unë i dëshiroj shumë sukses edhe në tarmen dhe jam optimist që ai do të bëj punën e vet më të mirë. Dhe në anën tjetër duhet mi përgëzu, duhet me qenë realist edhe kryetarin e federatës edhe të gjithë punëtorët sportiv aty, administrativ, stafin e trajnerëve, tim menaxherët, të gjithë me radhë. Shiko, ne kemi qenë fokusuar gjithë të kjo ndeshje, mos harro, ka pas kritika të vazhdueshme, por kur po vjen një ndeshje e tillë, gjithë po turremi drejt stadiumit. Nuk është e lehtë me mbrit deri aty, prandaj duhet dhënë hakun secilit. Dhe njëtën kohë duhet kritikojmë dhe qesim në dritë lëshimet profesionale, po. Ndihmojnë. Po, unë jam mundu në vazhdim që të kep me rujt shumë pe kritikës destruktive. Nga njerë edhe jam kritiku edhe personalisht se s'po jam shumë i zëshëm në kritikë për vite me radhë, por kam pas besim që veç një kritikë profesionale mundet që ti ekipi mi bo hajrë, mi bo mirë, edhe jam i lumtun që
secili prej nesh kemi dhënë një kontribut vogël për vite me radhë në formësimin e këtij ekipi edhe shpresoj që në Evropian do të kemi gjasa reale. Edhe fundit, në bëni përshtypje e pash një fotografi prej teje të Dion Gallapenit e keni pasur në fakultet. Shumë rast interesant ke. Po Gallopeni po I përmendi disa prej futbollistëve që kanë luajtur, tu fillu prej Vojvodës atje, I cili ishte në niveli më të lartë detyrës këtë kompeticion, shumë konstant. Hoxha luajti mirë, Rexbeqa ka pas angazhim mall, Muslia një kreativ, jashtëzakonisht teknikë I mirë, Morishin mos flasim, Bartesi lojës son, Aslani një golçenus, gjithë mbrojtja në nivel detyrës dhe Morishi si portier shumë nivel, por kur bëhet fjalë për një për një suvenir, për një lloj diamanti të vogël në ekip, për shkak se ai doli sfundmi nga Superliga e Kosovës, mendoj që Gallopeni ka lënë një shije shumë pozitive. Është një shembull I mirë për ta ndjekur gjeneratat e reja. Ai ishte në testime të kapacitetit funksional në institutin tonë shkencor në fakultet. Që është jashtëzakonisht I avancuar për ndryshe. Absolutisht është njëri prej instituteve shkencore më të mira ulëmtuese në vend me mjetet më të reja, ku punon një staf I tonë dhe ka edhe studentë që janë trajnuar së bashku me protokollin për shkencë Fatonin edhe me profesor Bariun që është drejtori I institutit, kanë bërë një punë të mirë në aspektin edhe të pajisjeve, por dhe të trajnimit të stafit. Dhe Gallopeni ishte aty për testime dhe unë e pata e futa dhe në amfiteatër, në ligjëratën që mbaja me student, edhe ajo që mboni përshtypje ishte komunikimi që e pati me student të fakultetit, ai bashkëbisedimi që e pati, domethënë asnjë farlloj frike, stresi, asnjë farlloj inferioriteti, një djalë shumë I moton, një djalë shumë I pjekur, edhe përbes më la mbresat më dha dhe I thash pas takimit atij dhe menaxherit të tij që vërtet edhe kisha pas dëshirë me pa nivele të larta, po edhe kam besim të madh që ai djalë ka më përparuar shumë. Për më ishte një djalë I cili ja vlen edhe djem till mundën me përfaqësu Kosovën, të përfaqësu Kosovën krejt kombin shqiptar. Veç djem till na jem na vyn me ec përpara si kombe dhe si shoqëni. Faleminderit shumë për kohën. Faleminderit. Gjithmonë është kënaqësi. Faleminderit shumë.